Kompania merr taksi, operon 3 qynë 2011. Kemi nevojë të përhershme për shofer, sepse taksit janë në punë 24 orë. Për momentin kemi nevojë rreth 30-32 shofer. Shoferi duhet të ketë kualifikim, të ketë dëshminë e taksistit. Paga e shoferëve fillon 41.500 ose 415.000. Pastaj mbi rrogën bazë, mbi xhiron, ka një bonus për çdo shofer. Paga shkon deri 90.000 ose 900.000 lekë të vjetra. Na duhen 2 menaxher marketingu. Me arsim të lartë, preferohet të jetë i degës marketingut, të ketë gjuhë huaj normalisht, anglishtja minimale. Rroga bazës fillohet me 50.000 ose 500.000 lekë të vjetra. Këtu është salla operative faktikisht. Kemi 7 operator, ne duhen edhe 4. Paga e operatorit fillon ke 32.000 lekë ose 320.000 lekë, shkon deri në 450-470. Ne kemi aplikuar këtë zyrë punës. Të interesuarit mund të vinë pranë kompanisë tonë që ndodhet ke rruga i merr Drejgjoni te Ish OAN-ja. Kjo është pjesa e servisit. Bëhet gjithë riparimi i flotës. Këtu kemi nevojë për 3 punonjës, motorist, gjenerik, elektroaut. Rroga për këtë sektor fillon me 35 deri në 40.000 lekë ose 350 deri në 400, varet nga specializimi që ai ka.